Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, wa nusalli wa nusallim ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Falenderojmë Allahun si gjithherë me falënderim të veçantë që meriton madhnia e Ati për uli për vetëm prej Allahut, falë ndihmë kërkojmë, shumë salat e salame, i dërgojmë pejgamberit tonë të dashur Muhammed a.s. Familjes ti, shokëve ti, të gjithë besimtarëve të cilët ndjekin rrugën e besimit të drejtë. Të nderuar besimtarë, kemi hyrë mëse 4 ditë në muajin Dhul-Hijja, në muajin e zgjedhur të Allahut, në muajin e mirësive dhe shpërblimeve të mëdha. Ky muaj dhe fillimi i tij është përplot me shpërblime dhe me ceremoni të mëdha në adhurim që kryhen brenda këtij muaji. Në këtë muaj, në 10 ditët e para, është dita e Arafatit dhe kryhet e dini gjithë ceremonia e haxhit. Pastaj në këto 10 ditë është edhe vetë thërrja e kurbanit dhe afrimin e sakrificës tek Allahu fuqiplot, siç bëri babai i pejgamberëve Ibrahimi a.s. Për këto 10 ditë, pejgamberi i dashur Muhammed a.s. ka thënë: "Ma min ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Nuk ka ditë në të cilën veprat e mira janë më të dashura te Allahu se sa këto ditë. E ato janë 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Sahabët e pyetën: "O dërguari i Allahut, as xhihadin luftën në rrugën e Allahut?" Pejgamberi sa më tha: "As xhihadin në rrugën e Allahut, përveç nëse njeriu del vetë dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet më fare me asgjë." Besimtari e din se ofrimi tek Allahu në këtë ditë bëhet me trup, me shpirt dhe me pasuri. Kjo ndodh gjatë të vitit. Po dijeni se në këto 10 ditët të këtij muaji që vesh na jemi ta, tër ibadetet tona që kena mundësi brenda vitit me kry, këto bashkohen këto 10 ditë, që janë ibadetet trupore, shpirtërore dhe ato të mallit, të pasurisë. Ai që ka para dhe shëndet, shkon në haxh dhe kryen haxhin. Ai që ka pasuri e nuk ka shku në haxh, ai këtu në vend vetin e therr kurbanin e tij, për veten dhe për familjen e tij. Allahu për këtë thot Kur'an: "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat", dhe ata ta përmendin Allahun në këto ditë të caktuara. Komentatorët e Kur'anit kanë thënë se këto ditë të caktuara për qëllim është 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Duhet të dini se çdo gjë që caktohet me kësi epiteti, me kësi nocioni në Kur'an e ka vlerën e madhe. Këto 10 ditë për ata që nuk kanë mundësi të therrën kurban, e as të shkojnë në haxh, mund ta përmendin Allahun pa ndërprerje dhe të arrijnë shpërblimin e Zotit. Pejgamberi e tha kështu: "Ma min ayamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fina min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Ditët më të mëdha dhe më të dashura te Allahut janë këto 10 ditë e Dhul-Hijjes dhe veprimi dhe veprat në të. Pra, përmendni Allahun në këto 10 ditë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahu Akbar, subhanallah dhe elhamdulillah. Dietari i madh Imam Shafiu, Allahu më shëroft, ka thënë: "La tutfi'u sirajakum layal al-ashr." Mos si fikni kandilat në këto 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja. Nderuar besimtar, këto 10 ditë të këtij muaji janë ditë më me vlerë, që të gjithë pejgamberët e Zotit i kanë vlerësuar dhe kanë porositur popujt e tyre për tyre. Për tyre po përmendin: kryerja e haxhit e ka shpërblimin e madh të faljes së gjunaheve. Pejgamberi sa më thënë një hadith: "El-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit. Tjetër, agjerimi tër këto 10 ditë të këtij muaji mund të agjerohen nga besimtarët, në veçanti dita e Arafatit që i bie të njëjtën e ardhshme. Pra dita e Arafatit i bie të njëjtën e ardhshme. Për agjerimin e ditës së Arafatit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: "Agjerimi i Arafatit i shlyen gjunahet e vitit kaluar dhe vitit që vjen." Pastaj, nga veprat që mund të bëjmë, falja e namazit është nga veprat më të pëlqyera te Allahu gjithmonë.
Prandaj besimtarët duhet të kenë kujdes, sa më shumë namaz nafile të bëni, qoftë në xhami, në shtëpi e të tjerë. Pastaj përmendja Allahut me tekbir, duke thënë Allahu Akbar, me tahmid, duke thënë Elhamdulillah dhe duke thënë Subhanallah. Imam Buhariu transmeton se Ebu Hurajra dhe Abdullah ibn Omer radiallahu anhuma thot, kur hinin këto ditët e para të muajit Dhul Hijj dhe ditët e para, të dilshin qëllimisht në pazar, në treg, edhe me zë duke bërtit, thëshin dhikr Allahu fuqiplot, duke bët tekbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Pastaj i gjithë tregu dhe punëtorë që ishin në pazar edhe blerësit e rastit i bashkangjiteshin këti fenomeni që ata e bënin. Pastaj është dhënia e sadakas. Gjithmonë tek Allahu janë dashur njerëzit që japin lëmosh dhe ndihmojnë të tjerat, sidomos në këto ditë ka shumë vlerë sadakaja juaj dhe ndihma që jepni në forma të ndryshme. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk paksohet malli nga sadakaja. Ndërsa Enesi radiallahu anhu ka thënë, në këto 10 ditë të Dhulhijhes, një ditë e saj është baraz me 1000 ditë, ndërsa dita e Arafatit është baraz me 10.000 ditë të tjera, domethënë në vlerë dhe mirësi. Ndërsa besimtarë, këto ditë të Dhulhijhes përfundojnë me therrjen e kurbanit, deleve, lopëve, deveve e tjera, e cila bëhet në ditën e parë të Kurban Bayramit. Therrja e kurbanit është adhurim. Dijeni këtë, nuk guxon të bëhet askujt pos Allahut. Therrja e kurbanit bëhet si përgjigje ndaj thirrjes së Zotit që kurbani të therret vetëm për të. Allahu thot në Kur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Kurbani nuk guxon të therret në përteqe, në përvorre. Nuk therret në vendet që është haram më therr. E as për ta nderuar dikën. Kurbani është ibadet, adhurim. Siç është namazi dhe zakati adhurim, ashtu është edhe kurbani. Ai therret vetëm për Allahun e për askën tjetër. Ju besimtarë që keni kushte dhe mundësi ekonomike, duhet ta therrni kurbanin. Kafsha që therret bëhet niyet nga Zoti i shtëpisë dhe bën niyet për veten dhe për familjen e tij. Nuk është ndaluar që ai të prejë edhe kurbana të tjerë për anëtar të tjerë të familjes, por një kurban mjafton për këtë shtëpi. Pastaj, mishin e kurbanit e ndal një pjesë për vete, një pjesë rrethit familjar dhe një pjesë tjetër janë dhënë të varfërve. Gjithmonë duke pasur vëmendjen se ky është ibadet, adhurim, por te Allahu është i rëndësishëm niyeti jon. E as gjaku, e as mishi nuk i vin send Zotit, po ajo jetë tek njerëzit. Allahu thot në Kur'an, "Lan yanala Allahu luhuma wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tek Allahu nuk mërrin as gjaku i kurbanave, as mishi, por te Allahu mërrin niyeti juaj, bindja e juaj. Ai që don Allahun dhe adhurimin Allahut e don edhe kurbanin. Ai person që ka prej kurban, brenda ti ka shumë rësi, këta din vetëm Allahu fuqiplot. Por kurbanit i muslimanët nuk therret për të lavdëruar ose për të madhëruar para tjerëve. Kurbani therret vetëm për Allahun fuqiplot. Kurbani therret pasi të falet Kurban Bayrami në ditën e deri në ditën e 3 të perëndimit të diellit. Bën që të paguhet edhe tjetër kush me prej, nëse s'ka opcion tjetër. Pejgamberi alayhis salam në një hadith vetë tha kështu, e pyetën pejgamberin alayhis salam, çka janë këta kurbana? Pejgamberi alayhis salam tha, sunet i babait tuaj Ibrahimit alayhis salam, e i thanë, çka kemi sevap për saj, për tyne? Tha, për çdo çime të kurbanit, tha keni sevap të që i shkruhet te Allahu fuqiplot. Allahu na lehtësoft adhurimin e tij në këto ditë të mëdha dhe na pranoft ibadetet tona dhe na ruajt për ditën që dalim para tij. Lutin Allahu sepse përgjigjet lutjeve tuaja.